Golgota e refugjatëve të cilët kalojnë tranzit nëpër Maqedoni sa vjen e bëhet më e mundimshme. Edhe mëngjesi i sotëm ata i zgjojnë me një shpresë për një ditë më të mirë. Shpresa e vjetër e vështirësi të reja. Kështu e kalojnë ata pothuajse çdo ditë prej kur kanë braktisur vendet e tyre, ku zhvillohen luftra, për të gjetur një folem më të sigurt për jetë. E për të ndjerë më afër peripecit në për të cilat ato kalojnë, kreu i Bashkisë Fetare Islame Sulejman Rexhepi vizitoi sot kampet e refugjatëve në Gjevgjeli. Selamun alejkum. Ai realizoi atje takime me refugjatë që vinë nga vende të ndryshme, por ndajnë të njëjtin hall. Me të vërtet jam tepër i emocionuar kur këta voglushe për mjerim, do të thotë si pasojë e një sistemi totalitar të fllëqur, qoftë nga Siria, qoftë nga Iraku, qoftë prej Afganistanit, ku do qofshin. Kjo është një merim dhe unë nuk di tjetër çka tham për arsye se nuk kam forcë, nuk kam energji dhe nuk kam jetë. Atyre sistemeve çfarruese, totalitare, politike, që e kanë sjell popullin e vet ta masakrojnë në këtë formë, nuk di se si mund të kundërvijem. Po e lut Allahun fuqiplot në emën të Kuranit, në emën të Islamit, që ato njerëz Allahi t'i sankcionon dhe t'i shfaros nga sqenja e dheut. Rruga është e gjatë, vuajtje të mëdha, sakrificat e shumta, por qëllimi i tyre mbetet i paluhatshëm. Duke bredhur nga shteti në shtet, nga një pikë kufitare në tjetrën, ata janë të vendosur që të luftojnë deri në fund për të arritur në destinacionin drejt cilit janë nisur. Për ta zbutur sadopak këtë Golgot, BVI përveç që shpërndan ndihma vazhdimisht, ka disa javë që kanë dërguar edhe kërkesë që të mundsohet të transportojnë falas refugjatët deri në vendkalimin kufitar Tabanoc. Kemi sjell pije, kemi sjell ushqim, kemi sjell mjete për pastrim, edhe me tonelata, disa tonelata i kemi, do të thotë për dimi vet. Bashkia Islame e Republikës Maqedonisë ka vendosur së bashku me organizatën humanitare Hilal, ku për skeme në krahun e gjatë kam kryetarin e saj, që ne do të marrim disa autobus, do të me marrëveshje me qira dhe do të tentojmë të marrim leje për organeve kompetente që transportin e këtine të mjerëve ta bëjmë falas deri në vendin ku duhet ato të shkojnë. Me gjendjen e refugjatëve po solidarizohet edhe sektori i femrës pranë myfthynisë së Gostivarit. Fatime Beqiri, aktiviste në këtë sektor, tha se edhe pse ndihma që ata ofrojnë është e vogël, në këtë mënyrë mundon të solidarizohen me vuajtjet e tyre. Është kryesisht e angazhuar nga rrethi, nga popullata e Gostivarit, me qëllim që sadopak të ndihmona, nuk është një ndihmë shumë e madhe, por simbolike, të azbusim pak gjendjen e këtyre njerëzve që gjenden këtu, dhe të përjetojmë edhe ne disa emocione bashkë me këto, këta e përjetojnë në shpirt, po edhe ne mundojna deri diku ta japim mundin tonë, aspektin material. Ndërsa treni vazhdon çdo ditë të merr me vete mijëra udhëtar të stërngarkuar, me valixhe të mbushura, me vuajtje, mundime, kujtime trishtuese dhe me brengën se vallë çfarë sfide do t'i pres ata mëngjesin e ardhshëm.